Njëna prej partive më të mëdha i bashkangjitet vetëvendosjes, ose PDK-ja, ose Linja Demokratike, ka qenë aty koalicion, me kriju një qeveri me 90 diçka deputet shqiptar, mos më varë për këj krujt. Do të jetë shumë kështu jo në numre madhe, domethënë nuk do të jetë shumë stabile. Po ka qenë e natyrshme LDK-ja me u bashkangjit. Mirë po deklarata e djerë që e dha kryetari i partisë nuk ka pëlqy hiq, edhe është politik me inate, por ndryshe duhet me formu sa ma shpejt qeverin, duhet me formu si mas kushtetutës që ajo parti që ka fitu shumicën. Po stabil do t'ishte nëse dy parti më të mëdha, njëna prej partive më të mëdha i bashkangjitet vetëvendosjes, ose PDK-ja, ose Linja Demokratike, ka qenë aty. Ne jemi në situatë rënë, në të anë po na kërstohet Serbia. Prandaj, sipas mendimit tim, është dashur shqiptarët me hinë 3 partitë e mëdha në koalicion, me kriju një qeveri me 90 diçka deputet shqiptar, mos më varë për këj krujt. LDK-ja definitivisht nuk është, ata s'pak ashtu deklaruan, tash ka ngel veç me PDK-n. Nuk e di sa është i qëndrueshëm ajo, po unë prap mendoj se do të bëhet, po do të jetë shumë kështu jo në numre madhe, domethënë nuk do të jetë shumë stabile.